Kjo është rubrika Pulat e Robertit nga Hepsi. Hepsi gjithmonë, përveç që ha pika gjdo dit, do më thonë këtë Kosovën, i na bjenë edhe do që si vathe dhe onaza, jo këtu e në kështu. Po shiko sa e mi që i ka salata, se unë nuk ka do salata e kanë zonë venin e parë. Fantastike. Në përpjetëze, do më thonë, një më konë 3 salata, është kjo që. A të lezoj, santit porza, apo kujt be e bojmë? Qysh dush? Besa, ka jo? Santi, po të fton një kompani që merret me ngjyra për lyerje të mureve. Që të bëhesh imazh i saj. Pagesa është e majme. A dhe që do më thonë që e majme? Shumë. Për thoi një kish po, majme kishë parë. Qka i thu? Led, në bënzia... Tonë mi a bu reklame në na? Po de? Gjyra, va me lyve? Pa tash, 100% në shef, po pagesa është e madhe, tash, se u me të të prit. Allo, o sa deko vlo. Që kësa ti kina hen gjithmonë lidhje. Nale se jena gjirime, mos na... Prit ljop, këj po prit kënë kodë gjirimeve, qysh po hen lidhje s'me kuptojnë. Që tash këta e në të tjirë. Allo, qeve që pak. Po këtu është Santi. Një kompani. Allo, përshëndetje. Të janë nalën. Po. A me lyone, më lërë, a me të reklamu në gjyra? Dyjat. Ani, se mu së vjenë marrë me Me bikini. E bikini të të ly po dhe, vi që kjo këtu kushton. Jo, pagesa për të të është e majme. Sa është e majme? So pare? Parë! Që të pare? Gjëtë qysh, jo me mu së vjenë marrë me punu, po vda. U mëre? Lirak të ja. Lirak e ty vi bënë qëtë. Tor më së penga. Lirake. Nalja fil. Kupi gjonë këtë qëto se s'pedi. Ade unë e i bëj i treti, qëta shpja bojmë Besës. Besa, sa po ke arritur në pushimin e ëndrave me familje në një ishull të largët? A, një ishull dikon, ko ke largë. Po të thërasin në telefon nga Eurovisioni dhe po të thonë që të shkosh me njëherë në Bazel. Aty është zyrja, apo? Në zyrë... Më falni, e ke fjallën për zyrat qëndrore? Qëndrore të Eurovisionit. Se di ku është e bëuja, mendova se e kështë fjallën... E, po më duke se janë në Gjenev janë. Po thirin me njëherë në Gjenev në zyret e tyre për një befasi që e kam për ty. Që mi njerë këta shumë shpetit, këta zvistrantin shpet, perfekt. Qka ju thuti, te e den, e vogëlsje, pare ti një, shkim letëzim të në? Alo? Ui? Do me thënë po? Frangjesht, saba? Oui, en fait... Mais je peux venir. Mais non! Oui. I them që mund të shkoj një ditë, se shiko, unë gjithsesi nuk shkoj largë. Nuk shkon largë, po këtu në një ishull të largë. Po ti s'kama ju keni detin e keni... Unë kam frikë me fluturu. Ti apo në avion me qenë? Në avion me qenë, kam frikë. Por në ditë... Që i mbaj veç gjithësim. Qa ti them që? Hajde se një ditë po iki. Me pore, a e më thësi, asë bërë. Ashtë... Argjon? A ka pare, pa? A thot që ka pare. 100% këta ka najfarë ka potencial për pare. është profesioni jo ti familja pref, si shkani për 3 ditë atje. Një ditë. Një ditë nomi zbot. Po, një ditë pasaj isha kësë. Po, thi. Me Rozin thu i vi. Po. Vi me Rozin. Po. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hajde, qao. Mos më harroni. Qao. Po, jo, kur është puna për muzikë, për profesion, të qysh kreti lojmë na. Unë edhe me thonë, hisë si shashkun pushim. Ti pritë atë vazelit. A këta më gjenerë kërë kanë. Qka kom për mua, po ma lezu? Jo, që Besa kom me lezu. Po, ti e ke. Robi, ke marrë një ftesë për të qenë pjesë e një filmi. A, këta filmat. Po. Mirë po rol... Ke qefë me marrë pjesë në film? Kom pas disa ftesa, edhe kom pas me lujt në pjesën e dytë të Ermal Mamaqit, edhe Elvana që ishte, unë kam qenaj në Zvicër aj biznismeni, po nuk kisha mundësi, se kishin shumë udhëtime ata, e kisha emisionin, kështu që besojnë pjesën e tretë kom e shkume. Shumë mirë. Kom e lujt vend të Ermalin për qeske. Shiko, Robert, më vjen shumë keq që do ta bëj këtë pyetje. Po, se qëfar roli pas na? Mirë, po roli jytë në film është pedofili cilin fund përfundon prapa grillave. A, do më thonë, Çfarë i thua? zakonisht mund t'hirin për komedia edhe për kështu diçka dhe në aksion, po kjo ka
Alo? Në gjirime të emisionit, po s'ka problem në ashterës, e ki shkurt. Që film? Shpesh po marrë ftesa. Tash, në barët qyshe keni menu. Ngrill. Shtu me pjek meshk. Burg. Se la qa bëjnë aty? Jo, ta zemrën se e di, nashtat me qenë aktor, me shkollë, me pas profesion aktrimin, ata pranojnë gjithë shka. Po, one, hera parë edhe me lujtë që atë rëllë s'kisha pas qef. Jo, kam fëmi edhe i du fërë fëmijët edhe nuk kisha dit as me lujtë atë rëllë. Nashta kisha dit dhe të këna den, se i kisha dhe do shok. Po m'jen keq, s'ka lidhje, sa do pare, hetë s'ka lidhje. Falimderit shumë, natën e mirë, t'hiftë në birë. S'po ta qoja, këse oferta une. Ishte e rënd. Trujtë zoti, e t'pikët e mora, e falimderit ke qenë shumë e mirë, besoj që herën tjetër, kur të fiton verën e parë në Eurovision. Faleminderit shumë, Robert, je fantastik, ju uroj shumë suksese, ke dhez dhe ke me dhez. Faleminderit shumë, edhe... Besa, Pisa dhjana, u gëzova shumë shpak se unë e kam edhe një dhërat për ty, është pe Luxor Hotelit. Unë e pa më poshtë. Po. Ja, ku është? Luxor, a special gift for you, një dhurat për mua. Po, e ke një qek aty mrena dhe shkon prap me rozën me shku këtu. Po. Shiko, a complimentary mountain view room for two. Një dhomë me pamje malesh për dy. Malesh. A mundet me shku që... Me njerë, mere motorin, mere... Rozi! Qo! Përshëndesin gjithë fansat e Besës, ku do që janë edhe diasporën, neve diasporën na shikon, na përcjell kështu deri të shpia me kërë mropa na vinë. Po, edhe në shumë të mirë dhe na japin komplimente gjithmonë, kështu që ju duam shumë edhe shifemi të djelen tjetër. Ciao.